Po ndiqni podcastin Miqësisht e Lida. Je kaq i dëshpëruar sa ti të ulesh cilësinë e performancës që ti kërkon në kompaninë tënde, sepse dikush në një farë mënyrë të kërcënon që do ikë, nuk jeni klienti im. Ti jemi në treg jo pishti, po koka. Ti që si sot populli bashkë me ujërat, ti hedh edhe fëmijën poshtë. Përshëndetje miq. Kam një lajm shumë të mirë dhe një lajm shumë të mirë. Lajmi i mirë për mua është jashtëzakonshëm sepse jemi duke përfunduar me librin e dytë, pas librit të parë që është Planifiko me Elidën, po del libri i dytë Coach me Elidën. Lajmi tjetër shumë i mirë është që unë do doja që në mënyrë të vazhdueshme në kuadrin e asaj që ne i quajmë fushata promocionale për librin, të ndaj disa nga ato parime të cilat në librin e dytë janë ato që përbëjnë boshtin. Në përgjithësi libri i dytë do të jetë si një vazhdim i librit të parë, por totalisht i mbushur me instrumenta dhe me mjete të cilat unë përdor në coaching sales. Në këtë kuadër, brenda lajmit të mirë, brenda kësaj fushatës promovuese, ajo që kemi vendosur me gocat është që unë të ndaj, siç thash, disa nga këto instrumenta. Një nga instrumentat që ndihmon jashtëzakonisht shumë në rritjen e produktivitetit përmes njerëzve, gjatë punës time me drejtuesit e kompanive, me krijuesit, founders, duke u futur në disa hollësi reale të asaj që unë mendoj që përbën boshtin e punës time me njerëz real, nga tregu real, me sukses real, me gjëra të cilat kanë të bëjnë me tregun e drejtuesve të ardhmes, pra me kalimin e një mindseti që ne po ndërtojmë kompani të cilat do të jenë dhe pas 50 viteve në treg. Ky ka qenë synimi im kryesor për 3 vitet në vazhdim, është dhe për 26-ën, pra në përzgjedhjen që unë bëj për njerëzit me cilët dua të punoj, njerëzit cilët unë do të kem nderin dhe privilegjin të kushtoj kohën time, janë ata persona të cilët në vizionin e tyre kanë rritjen dhe ekspansionin. Domethënë jam duke vënë kontekst për cilën klientel unë flas dhe cilës klientel unë i kushtohem, dhe kur do t'jap shembuj, janë pikërisht nga kjo klientele atyre të cilët punojnë sot për 50 vite të ardhshme. Kur e thua kështu, duket sikur flet në ajër, sikur thua që një sekond, ne kemi problemin të mbijetojmë tani, ne kemi problemin të bëjmë tani ca lek. E di, kam respekt për çdo që mendon kështu, por me shumë përulje them që nuk jeni klienti im. Pra unë përflas për atë klientele cila do të heci, do të zhvillohet, do të ndërtoj gjeneratën e re të drejtuesve të bizneseve, dhe jo vetëm të biznesit, po dhe në politikë për shembull, apo në gjithë shtyllat e shoqërisë, cilat e mbajnë në shoqëri një civilizim, e mbajnë me kokën lart. Çfarë quhet ky instrument? Ky instrument quhet 3D në anglisht, 2D në shqip. Arsyeja pse i bëj shumë të thjeshta është sepse në emërtimin e tyre janë gjëra që mbahen mend. Për shembull, kam shumë persona që prej librit të parë më drejtohen kur i takoj, më thonë jam futur në tregun çan. Që do të thotë një treg i cili është totalisht i pa formalizuar, nëse do ta përktheja me ca rregulla të shkruara dhe të pazbatuara, ose me ca rregulla të pashkruara që zbatohen. Ose dikush flet për parimin e Davidit, ose dikush flet për parimin e 3 pyetjeve të jetës. Në këtë kuadër, ky instrument i ri që do të vi si pjesë e librit Coaching me Elidën quhet 3D në anglisht, 2D në shqip. Çfarë dua të them me këtë gjë? 3D në anglisht janë 3 fjalë të cilat për mua janë të jashtëzakonshme kur ne kemi nevojë të motivojmë një drejtues biznesi për ta motivuar në rrugën e duhur, në mënyrën e duhur, dhe për t'i thënë që nuk e dështuar në qoftë se ti mban këto në mendje. Fjala e parë e D-s në anglisht është fjala desperate. Do ndodhin patjetër gjëra të cilat janë të papritura në biznes. Do ndodhin gjëra që janë të pakënaqshme por të pritura në biznes. Pra ti e di kur lëvizja e stafit më të mirë është një normë tashmë. Ata që duan të ikin në pikën e tyre më të mirë të zhvillimit profesional, duan të ikin jashtë shtetit. Dhe kjo ti e di që do ndodh. Dhe pyetja ime është, a je desperate? Je kaq i dëshpëruar sa ti të ulesh cilësinë e performancës që ti kërkon në kompaninë tënde, sepse dikush në një farë mënyrë të kërcënon që do ikë? Jo, sepse bashkë ne kemi ndërtuar për shembull sisteme të cilat njeriu e nxjerrin të themi gjysmë relevant, gjysmë të domosdoshëm. E dyta, ti e di që ti je ndryshe.
ti je different. Different do të thotë që ti, secili nga ne, në 3 gjëra kryesore që unë shtjelloj gjatë e gjërë në workshopet dhe masterclasses që bëjmë me CEUT është e para fare aftësitë tua, ato që janë lindur dhe zhvilluar në ty janë totalisht ndryshe. Pse? Se kjo është e lidhur me interesat e tua, të cilat janë totalisht ndryshe, qoftë interesat afat gjatë, qoftë interesat afat shkurtër, ato afat mesëm janë krejt ndryshe, dhe kjo të bën të jesh ndryshe, dhe e treta, vlerat që ti sjell në treg janë krejt ndryshe, se këto nisen nga rrugtimi që ti ke pasur në tregun e punës. Pra është një gjë totalisht ndryshe, çfarë unë sjell mund të jetë e mirë, mund të jetë jo aq shumë e mirë, por është krejt ndryshe nga ç'mund të sjell një coach tjetër. E njëjta gjë është për një CEO, e njëjta gjë është për çdo tjetër. Pra, nëse D-ja e parë në anglisht ishte desperate, asnjëri nuk është desperate, dhe shpesh herë të them atyre që nuk janë CEO, që nuk janë në drejtimin e parë, po janë në hierarki poshtë dhe punojnë me mua. I them, ti nuk je desperate, se ti ke në fund të ditës ti ke një çatim mbi kokë, ti ke sa lekë që i ke në bank, ti ke një nivel jetese shumë të mirë, ti ke një makinë, shumica e këtyre personave që punojnë i kanë këto gjëra, dhe kjo të bën nuk ka pse ti je desperate, dhe ti ke njerëz që të duan. E treta, pra si thash, 3 gjëra që ne na bëjnë ndryshe janë aftësitë, interesat dhe vlerat. Në vlera unë them çfarë ti sjell në tregun e punës është totalisht ndryshe nga ajo që sjell dikush tjetër, sepse përvojat tona kanë qenë krejt të ndryshme. Eksperiencat jo nga puna kanë qenë krejt të ndryshme. Vlerat me cilat ne jemi rritur janë krejt të ndryshme. Mund të jenë vlerat bazike, universale të njëjtat, por në parim ne vim nga familje të ndryshme, nga rritje të ndryshme, nga histori të ndryshme. Pra kjo është për pikën e dytë që është different. Dhe e treta D, që është po kaq e rëndësishme, është you are determined, we are determined. Me të tërë personat që ne punojmë, ajo që ne fillojmë të kuptojmë është që ne kemi një vendosmëri, ne kemi një determination, ne kemi një vendosmëri që duam ta bëjmë diçka të funksionojë. Ndaj punojmë fort, ndaj bëjmë vizionin, ndaj e hedhim në letër vizionin, ndaj e ndajmë vizionin me gjithë stafet tona, me gjithë njerëzit me të cilët ne kemi filluar biznesin, me gjithë ata të cilët janë të interesuar, që janë pjesë e grupeve tona, që fillon që nga punonësit tanë, të tashëm, të kaluarit, me punonësit e ardhshëm, ata të cilët ne i kemi në pipeline që presim të vinë. Pra, ajo që ne kemi bërë shumë të qartë që ne jemi shumë të vendosur, që ne të jemi në treg. Dhe të jemi në treg jo pishti, po koka. Pra, këtu 3 D-t në anglisht. Realisht janë ato që unë thuajse në 3-4 sesione, unë i vë të dukshme dhe them që shiko se janë shumë të rëndësishme që ne të dimë. Nuk jemi desperate, pra nuk marrim vendime nga dëshpërimi, nuk marrim vendime nga halli, sepse dikush na ka vënë në cep atje dhe ne duhet patjetër të mbijetojmë të marrim frymë. Jo, ne jemi krejt të ndryshëm, ne kemi ca vlera që duam t'i vëmë në jetë, ne kemi ca aftësi që i kemi të jashtëzakonshme, që vazhdojmë punojmë mbi to. Dhe ne kemi mbi të gjitha kemi ca interesa që ne duam të jemi në treg në 50 vitet të ardhshme dhe duam të jemi më të fortë në treg. Pra është kjo vendosmëri që është në mënyrë të vazhdueshme në gjitha bisedat tona. Okej, këto ishin 3 D në anglisht. Vim te 2D në shqip. 2D në shqip janë durim dhe drejtim. Këtu ka filluar në fakt kalvari i ulje ngritjeve që bën një biznes. Kjo është tek pjesa që unë tek formula e X, kjo është kur ne jemi futur në communicate. Kur ne marrim dhe shikojmë si kanë qenë trendi në ecjen e dikujt si drejtues dhe si kompani në të kaluarën, pra si kanë qenë përvojat e kaluara që ne të shikojmë trendet e të ardhshmes. Dhe ajo që unë kuptoj shpeshherë është që nëse ne do të ulemi dhe do shikojmë si ka ecur një drejtues, gjë e parë që shikojmë është shpeshherë mungesa e durimit tamam në pikën kur është koha për të marrë frutet e diçkaje. Dhe e dyta pse ndodh kjo është se mungon drejtimi. Më lejoni t'jap një rast për shembull që është shumë i dukshëm. Janë persona të cilët kanë ardhur tek unë dhe kanë marrë programin X412. Është një program i cili ka të bëjë kryesisht me personat që janë ekspert, që kanë marrë vesh cila është ekspertiza e tyre dhe duan ta shesin, dhe këtë gjë ne bëjnë duke pasur një punë kryesore të vazhdueshme, pra themi janë full time duke punuar diku dhe ndërkohë në kursin e tyre të dytë ndërtojnë një strukturë biznesi të ardhshëm, e cila mund të jetë në formën e freelancit, si një portofol punësh, mund të jetë në formën e një startupi, kur ata fillojnë të mbledhin pikërisht çfarë duhet që ata të fillojnë, dhe kur them pikërisht çfarë duhet, zakonisht ne flasim për networkun e MCC,
për njerëzit e duhur që të fillojnë të punojnë në fillim vetëm me një shake of hands, pa u futur në dokumenta, pa u futur në kostot e mëdha, dhe pastaj ka dhe nga ata persona që fillojnë me njëherë dhe regjistrohen dhe bëjnë biznesin e tyre në forma të ndryshme. Pra janë këta persona që vinë dhe marrin një trajnim i cili zgjat nga 12 në 16 muaj. Çfarë vëre unë te ky grup? Ajo që unë vëre është që këta persona, nëse do të filloja të sqaroja fjalën durim dhe fjalën drejtim, është që për shkak se kanë qenë në fazën e parë, që unë këtë fazë të ndërtimit të këtyre gjërave, unë e quaj në fakt, unë e quaj është si një revolucion. Pra është një kohë kur kushdo që është on board, është një person që mund të bëjë gjithçka, kur i kërkohet, pa parë dhe pa marrë parasysh një strukturë, pa marrë parasysh një hierarki, dhe ajo që vëmre në mënyrë të vazhdueshme është që janë persona të cilët s'duan, kur fillojnë në 2-3 vitet e para, duhet patjetër të bëjnë të gjitha vetë. Që do të thotë, dhe po kanë marrë në zyrë, duhet patjetër ata të jenë persone që bëjnë pastrimin, ata të jenë persone që bën furnizimin, ata të jenë persone që bën shpërndarjen. Dhe me kalimin e kohës është kjo frym që realisht i mban këta njerëz të jenë në treg dhe i mban të jenë të karikuar deri në pikën që unë besoj gjëja më e hollë që bëhet është durimi, pra ju hollohet fija e durimit. Edhe ajo që ndodh është they give up. And they give up when they shouldn't give up. Çfarë ju mungon këtyre personave? Zakonisht këtyre personave mungon drejtimi, që është dëja e dytë në 2 shqip. Çdo të drejtimi, secili nga ne, kur futet brenda një lëkure, që është lëkura e këtij biznesi që po krijon, i ka shumë vështirë të marrë ta shikojë këtë trup nga jashtë lëkurës. Kjo është pjesa që unë besoj që kemi nevojë për drejtim. Është ajo pjesa që unë them që secili nga ne ka nevojë që të marrë të bëjë një gjë, është 20% është gjëja që ti çfarë po bën gjë të re. Si po zhvillohesh, si po zhvillon biznesin tënd. Dhe sa e vën këtë gjën të shtrirë në ditët e tua. Pra kjo nuk duhet të jetë një gjë që bëhet një herë në muaj, po kjo do të jetë çdo ditë çfarë bëre ti për gjën tënde. Sa është një 20% që javës tënde që ti po merresh me gjën e re. Sa e rëndësishme është kjo, sepse duke u marrë me gjën e re, ti bëhesh në mënyrë instinktive, ti pastron gjërat e vjetra, pastron kohën që ke pa organizuar, pastron staf të cilët janë duke të ngrënë më shumë kohë se sa të sillin produkt në punën tënde. Ti je duke pastruar klient, të cilët i ke marrë nga halli në fillim, po tani vazhdojnë për një ndjenjë që unë besoj janë vetëm drama. Është pikërisht ky 20% që ty të bën të thuash, nëse kjo kohë mua më hahet, diçka nuk shkon në biznesin tim. Ç'do të thotë kjo që këta persona që ju thash, ata kanë mungesën e durimit dhe mungesën e drejtimit. Secili nga ne duhet ta kuptojë që ka nevojë të paktën një herë në 90 ditë të ulet me dikë që është jashtë biznesit, që ka sukses, që ti i beson, mund ta quash çfarë të duash, unë i quaj coach, atë që unë lidhem në mënyrë të vazhdueshme, Bobi që e njohin gjithë. Dhe ana tjetër nuk ka mundësi që ti të marrësh të bësh diçka dhe të kesh idenë që je duke e bërë mirë dhe ndërkohë të vësh re që ti je totalisht burnout. Pra, vendimet e tua do merren nga 3D në anglisht, do merren nga dëshpërimi, nga halli, dhe ka shumë mundësi që siç thot populli bashkë me ujërat ti hedh edhe fëmijën poshtë. Ti djeg edhe atë që ke krijuar. Absolutisht i tregon që je ndryshe dhe instikti i një sipërmarrësi është të kërcej në një gjë të re, të bëj një gjë të re. Del një ide e re, të bëj atë ide e re dhe këtë gjën e vjetër ta lëm dhe mundësisht të merremi 20%. Dhe shpesh në këtë 20% është që ua delegojmë të tjerëve me fjalë të mërshme delegim. Dhe themi pastaj që nuk e di eci mirë, po tani nuk ecën. Ideja është që ti nuk ke drejtim, mikesh apo mikë dashur. Nëse ti nuk ke një drejtim, edhe durimi yt është që bëhet fije e hollë, e cila me kalimin e kohës dëmton ty, dëmton biznesin tënd, për të mos thënë që familjen tënde e ka vënë në pozita i thotë i ka marrë gjë një punë, dhe mos u merr me biznes sepse na shkatrove të gjithëve, sepse realisht aty ku nuk ka strukturë, ka vetëm amulldi, ka vetëm kaos. Dhe ne presim nga amullia dhe nga kaosi, të kemi rezultate të cilat vijnë në fakt vetëm nëse do të jemi realisht do të themi që nuk kemi desperate, realisht do të themi që ne jemi different, sepse kemi vlerë që ne po e sillim të ndryshme, dhe realisht ne jemi persona që jemi shumë determined, shumë të vendosur të vazhdojmë. E thënë kjo është që në këto momente ne mundemi, dhe vetëm në këto momente ne mundemi të themi që durimi ynë kvalitet, për të marrë frutet për cilat kemi punuar fort, dhe nga ana tjetër të jemi të mësueshëm. Mësueshmërinë tonë, të qenë të mësueshëm, mund ta kemi një gjë e cila është
një nga ato që unë i quaj aftësitë, të cilat për mendimin tim është shumë e nënvlerësuar. Pra nëse unë pranoj që kam sukses dhe pranoj që unë kam nevojë të drejtohem, sepse para do më bëj që durimin ta kem dhe të filloj të marr frutet e mia, ato për cilat kam punuar jashtëzakonisht shumë, kjo do bëj në mënyrë absolute që rezultatet e mia të rriten, por nga ana tjetër ajo kutime, aftësitë e domosdoshme për të qenë lider i të ardhmes plotësohen pak na pak, gjithmonë duke mësuar. Okej. Duke menduar që kam dhënë një shije të 3D-ve në anglisht dhe 2D-ve në shqip, për ata që janë interesuar, më shkruani, më gjeni kollaj, po emaili im është i thjesht fare, tek Elida Motor në emiviznomes@com, ose në Instagram, mund të porosisni librin i cili del përpara Krishtlindjeve, dhe me ata që ne shikojmë, nëse kërkesat janë që na vinë në një grup i caktuar si për marsi, që kanë interesa që këtë gjën ta shtrinë dhe me stafet e tyre, ajo që ne kemi menduar është që do të bëjmë disa masterclass, disa workshops me stafet e tuaja. Pra, nëse një drejtues është interesuar, ne mund të ulemi me 3-4 prej stafit të lartë dhe pikërisht të flasim për disa nga mjetet, instrumentet të cilat do të jenë pjesë e librit të dytë. Siç thash, kjo është e vlefshme deri në datën 2 nëntor. Prandaj, ju lutem ata që janë të interesuar më shkruani. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në përgjithësimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armatë të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollaj të më gjesh, ndoshta në Facebook me Elida Motro, ndoshta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting, e gjeni kollaj fare, ose edhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, ka të bëjnë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunojmë. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MCC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.